Në një nga momentet më të tensionuara në shtëpi, debati mes Rogertit dhe Mateos del jashtë kontrollit dhe merr një drejtim shumë të rënë. Fillimisht përplasja nis për çështje loje, strategji dhe fjalësh të thëna më herët, por situata përshkallëzohet kur Rogerti, i nervozuar dhe i nxitur nga emocioni i momentit, kalon kufirin duke përdorur një ofendim shumë të rëndë që përfshin familjen e Mateos. Në mes të debatit, me zë të lartë dhe ton provokues, Rogerti i drejtohet Mateos me një pyetje fyese për motrën e tij. Fjalët bien si bomb në ambient dhe për disa sekonda krijohet një heshtje e plotë. Banorët mbeten të shtangur, sepse të gjithë e kuptojnë që një vijë e kuqe sapo është kaluar. Mateo reagon menjëherë. Fytyra i ndryshon, syt i mbushen me zemërinë dhe tensioni i duket në çdo gest. Ai i afrohet Rogertit dhe me një zë të dridhur nga nervat i thotë që të mos guxojë të përmend familjen e tij. Sipas tij, çdo debat mund të jetë i fortë, por familja është e shenjtë dhe nuk duhet të përdoret si armë për të lënduar tjetrin. Ai shprehet se është thellësisht i ofenduar dhe se ky është një nivel shumë i ulët komunikimi. Mateo thekson se nuk e priste një goditje të tillë poshtë brezit dhe se kjo tregon mungesë totale respekti. Ai shton se nëse Rogerti ka diçka për t'i thënë, le t'ia thotë atij drejt për drejt, por jo të përfshi persona që nuk janë pjesë e lojës. Rogerti fillimisht përpiqet ta relativizojë situatën duke thënë se ishte një reagim impulsiv dhe se ishte i provokuar. Por kjo nuk e qetëson as pak Mateon. Përkundrazi, Mateo i thotë se nuk ka asnjë provokim që justifikon përfshirjen e familjes dhe se kjo është një sjellje e papranueshme. Banorët ndërhyjnë për t'i ndarë dhe për të ulur tensionin. Disa i drejtohen Rogertit duke i thënë se ka gabuar rënë dhe se duhet të kërkojë falje. Të tjerë përpiqen të qetësojnë Mateon, i cili duket shumë i acaruar dhe i lënduar emocionalisht. Mateo shprehet se ky moment ka ndryshuar mënyrën si e sheh Rogertin. Ai thotë se mund të falë shumë gjëra në lojë, por jo ofendimin e familjes. Ai e konsideron këtë si mungesë karakteri dhe si një veprim që tregon dëshpërim në debat. Ndërkohë, atmosfera në shtëpi bëhet e rëndë dhe e ftohtë. Askush nuk flet për disa minuta, sepse të gjithë ndjejnë teshën e situatës. Disa banorë diskutojnë mes tyre se ky lloj sulmi personal kalon çdo limit dhe mund të ketë pasoja serioze brenda shtëpisë. Mateo largohet për pak për t'u qetësuar. Ai pranon se është shumë i prekur dhe se fjalët e Rogertit e kanë lënduar thellë. Ai thotë se ndjen zemërim, por edhe shgënjim, sepse nuk e priste që një debat të merrte një drejtim kaq të ulët. Rogerti, pas disa minutash, duket se fillon të kuptojë peshën e fjalëve të tij. Ai mbetet në heshtje dhe disa herë tenton të flasë, por tensioni i situatës e bën të vështirë komunikimin. Disa banorë i sugjerojnë që të reflektojë dhe të marrë përgjegjësi për atë që tha. Ky incident lë një shenjë të fortë në marrëdhënien mes tyre dhe në dinamikën e shtëpisë. Të gjithë e kuptojnë se debati ka kaluar kufijtë e lojës.